Dieta mund të ndikojë edhe në shëndetin mendor, këto ushqime rrisin ankthin. Gjithnjë e më shumë njerëz sot po përballen me ankthin dhe një ndjenjë tensioni të brendshëm. Edhe pse shkaqet mund të ndryshojnë, ushqimi luan një rol të rëndësishëm në mënyrën se si ne përballemi me sfidat psikologjike. Edhe pse alkooli mund të duket relaksues në shikim të parë, ai në fakt prish ekuilibrin kimik në tru, veçanërisht duke prekur serotoninën, hormonin përgjegjës për humorin e mirë. Kafeina, e cila konsumohet më shpesh përmes kafes, çajit dhe pijeve energjike, mund të jetë një shkas për episode ankthi, veçanërisht të njerëzit që tashmë janë të ndjeshëm ndaj tij. Rritja e marrjes së kafeinës mund të shkaktojë tension, rrahje të shpejta të zemrës dhe madje edhe sulme paniku. Sheqernat e rafinuar mund të shkaktojnë luhatje të papritura në nivelet e sheqerit në gjak, duke çuar shpesh në luhatje të humorit, nervozizëm dhe rritje të tensionit. Ushqimet si buka e bardhë, makaronat e thjeshta, orizi i bardhë dhe soda përmbajnë karbohidrate të përpunuara që janë lidhur me një rritje të simptomave të ankthit dhe depresionit. Konsumimi afatgjatë i produkteve të tilla mund të ndikojë negativisht në shëndetin mendor.